Faleminderit zoti kryetar, si kundër ju jeni në djeni, besoj dhe kolegët deputet Kuvendit të Shqipërisë, në datë 5 maj 2026, Komisioni i Jashtëm i Parlamentit Evropian në mënyrë pothuajse unanime ka miratuar raportin për vitin 2025 për Shqipërinë, ku sigurisht evidentohen edhe çështje dhe problematika që do duhet të trajtohen nga Kuvendi i Shqipërisë. Do t'ishte një lajm i mirë që Kuvendi i Shqipërisë të luante gjatë gjithë vitit 2025 një rol në përmbushjen e shqetësimeve të ngritura nga Parlamenti Evropian, për fat keq nuk e ka luajtur këtë rol, për fat keq ka kontribuar që në këtë raport të ketë edhe njolla të zeza për Shqipërinë që vështirësojnë procesin e integrimit evropian, siç është vota juaj 83 kartonat kundër për të penguar drejtësinë dhe për të mbrojtur korrupsionin e ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku, dhe Parlamenti Evropian ju kujton që imuniteti nuk është për të mbrojtur korrupsionin, por është për të mbrojtur institucionet, e sa kohë nuk ka asnjë arsye për të shqetësuar për funksionimin e institucioneve, nuk do duhet kishte asnjë ndërhyrje politike në këtë çështje. Lajmi i mirë në atë raport, zoti kryetar, është që vlerësohet kontributi apo angazhimi i të gjitha forcave politike në procesin e integrimit evropian. Pra fakti që Shqipëria është nga ato vende ku të gjitha forcat politike të përfaqësuara në Kuvendin e Shqipërisë mbështesin procesin e integrimit evropian. Kësaj do t'ishte ullës që Kuvendi i Shqipërisë të diskutonte sot në këtë seancë plenare në lidhje me këtë raport të Komisionit të Jashtëm të Parlamentit Evropian, dhe sigurisht kishim mundësi ta shndronim atë në një plan pune të Kuvendit të Shqipërisë. Meqense jemi tek procesi i integrimit, zoti kryetar, dua t'ju sjell në vëmendje që mazhoranca në këtë kuvend, e cila në mënyrë të vijueshme është duke bërë veprime për përjashtimin e opozitës nga procesi i integrimit, vazhdon me të njëjtën rrugë edhe gjatë tyre ditëve ku ky raport bën thirrje për bashkëpunim mes palëve në procesin e integrimit. Nesër keni thirrur një mbledhje të Këshillit Kombëtar të Integrimit Evropian. Antarët e atij këshilli janë njohur me agjendën e këshillit dhe unë dua të informoj këta që ngrihen her pas here në foltore dhe kërkojnë Përfundoni, lutem. Bashkëpunimin e opozitës në procesin e integrimit, ndërkohë që i vetmi forum ku opozita është e përfaqësuar, që është Këshilli Kombëtar i Integrimit, na vjen një agjendë që nis me Tauland Ballën dhe mbyllet me 10 Tauland Balla të grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Dhe në agjendë, edhe pse është një organ që do duhet përfaqësoj mazhorancën dhe opozitën, nuk ka asnjë përfaqësues të opozitës. Ky është bashkëpunimi që kërkoni ju me opozitën për procesin e integrimit evropian. Faleminderit. Një folës kundër propozimit, po zoti Balla. Shumë faleminderit dhe mirënjohje të 55 eurodeputetëve antar të Komisionit Politikës Jashtme në Parlamentin Evropian për këtë projekt rezolut, e cila reflekton qartazi përparimin dhe progresin e Shqipërisë në rrugën e antarësimit në Bashkimin Evropian, e cila dëshmon qartazi arritjet e Shqipërisë për gjatë këtij viti kur raportohet, se ju kam gjuar shpesh, po të paktën dokumentave referojeni siç janë. Kjo është një projekt rezolut e Parlamentit Evropian mbi raportin e Komisionit Evropian për vitin 2025. Tani që mos bëhemi edhe qesharak brenda këtij minutazhit. Tani Parlamenti Evropian
këtë dokumentin do ta miratoj vetë në 16 ose 17 qershor, sepse e ka miratuar komisioni dhe do ta miratoj seanca plenare, se prandaj quhet projekt. Tani na kërkohet që ta bëjmë ne diskutimin përpara se ta miratoj Parlamenti Evropian. Tani mos na bëni qesha, ne jemi shumë gatshëm kur ta doni ju, por ne kemi programuar javën tjetër me 14 maj kemi diskutimin e raportit të komisionit dhe raportin vjetor që përgatit Shqipëria. Javën tjetër. Tani, kjo historia, por me marrë këtë 2 minutshin këtu, me bërë lajmin, me thënë që ne kërkuam një diskutim për raportin që është projekt rezoluta e Komisionit e Komitetit Politikës Jashtme. Kjo nuk shkon. E para në bën qesharak se ne do presim ta miratoj Parlamentin Evropian dhe besoj që do jemi dhe një delegacion nga ne në seancën plenare të Parlamentit Evropian në 16-17, siç ka qenë edhe një praktik, dhe ndërkohë në 7-8 korrik, 8-9 korrik, kemi dhe Komitetin Parlamentar të Stabilizimit dhe Asociimit, ku natyrshëm bashkë me kolegët e Parlamentit Evropian do ta diskutojmë dhe këtë dokument. Por për shqiptarët, projekt rezoluta e kaluar me 55 vota pro, 7 kundër, 7 abstenim të martën. Po, kur t'i shohësh, rëndësi ka që të ruajmë edhe seriozitetin institucional. Dhe serioziteti institucional është e mirëpresim diskutimin sa po ky dokument të miratohet, sepse e kërkon edhe një lloj praktike institucionale mes institucioneve. Kështu që kryetar, javën tjetër e kemi debatin për Të përfundoj, lutem. Faleminderit. Faleminderit. Po, urdhroni një folës pro. Zonja Jorita Tabaku. Së parim lejonit falenderoj reporterin, socialistin Andreas Schieder, reporterin e EPP-s, kolegun Andrej Kovačev dhe kryetarin e Komisionit Jashtëm, David McAllister, për një raport plot për Shqipërinë, që është diskutuar po e vërtet në Komisionin e Politikës Jashtme, dhe që unë dyshoj që kolegët socialistë në këtë parlament e kanë lexuar në fakt, se po ta lexonin, sigurisht që do kuptonin që gjitha shqetësimet që janë ngritur në këtë projekt rezolut janë shqetësime që përmbi një vit me radhë opozita i ka shprehur. Së dyti, si rrallë ndonjëherë në dokumentin fillestar të prezantuar pak javë më parë në Parlamentin Evropian, janë prezantuar mbi 350 amendamente. Kolegët e Parlamentit Evropian kanë prezantuar 350 amendamente për ta sjellë dokumentin në këtë draft që ne kemi sot. Kaq problematik është kthyer Shqipëria. Kaq problem është bërë lufta ndaj korrupsionit, zgjedhjet e lira dhe të ndershme, kaq problem është bërë votimi i parlamentit për imunitetin e Belinda Ballukut, kaq problem është bërë lufta ndaj krimit organizuar, kaq problem është bërë zbatimi i vendimeve të gjykatës kushtetuese nga ky parlament, kaq problem janë sot për Parlamentin Evropian, për Komisionin e Jashtëm Parlamentit Evropian, fakti që opozita nuk ka hapësirë, që ligjet diskutohen pa konsultim, që nuk ka një proces transparent të integrimit. Çfarë keqe ka të diskutohet për integrimin nga mëngjesin darkë? Integrimi nuk janë ato prezantimet që bëni ju me nxënësit e shkollave. Integrimi zhvillohet këtu, debati bëhet këtu. Çfarë problemi ka që ky parlament që në 8 muaj nuk ka bërë asnjë seancë, 0 raportime nga ana e qeverisë në parlament, ta ketë sot temë të ditës. Për këtë arsye unë shpresoj që qeveria ta përdorë ato edhe për të reflektuar kush ka qenë pengesa, ta përdor edhe për të parë se çfarë mund të bëjnë më mirë. Unë e di që më mirë se kaq që nuk bëjnë dot. Unë e di që ato janë pengesa, siç e thot raporti. Vendimet e tyre janë pengesa, po të paktën qytetarët shqiptar kanë nevojë për Përfundoni, lutem. Opozita është këtu, është gati të japi kontributin e vet, e bën këtë për Shqipërinë, për shqiptarët, e beson procesin e integrimit si vetëm proces që ndryshon vendin, po unë shpresoj shumë që ju të reflektoni. Të reflektoni se çdo herë që ngrini kartonin kundër, e ngrini kundër procesit të integrimit. Faleminderit.
Faleminderit, atëherë hedhim në votim të hapur me karton propozimin e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Kush është pro, kundër, abstenim? Shtatë dy kundër, 21 pro, abstenim nuk ka, kërkesa nuk miratohet, vazhdojmë me rendin e ditës.